The bill is passed. Me duar trokitje në dhomën e përfaqësuesve u prit votimi për fundin e mbylljes më të gjatë të qeverisë amerikane. Ligjvënësit u rikthyen të mërkurën në Washington pas gati 8 javësh mungesë, me republikanët që përdorën shumicën e tyre të vogël për ta quar projekt ligjen në vijën e finishit, me votim prej 222 me 209. Senati tashmë e kishte miratuar masën. Ndërprerja historike 43 ditore financimit la punonjësit federal pa paga, udhëtar të bllokuar në aeroporte dhe njerëzit që arreshtoheshin për të marrë vakte ushqimesh për familjet e tyre. Kjo mas e miratuar më pas ju dërgua për nënshkrim presidentit të SBA-s Donald Trump. Ovacionet nga dhoma e përfaqësuesve u transferuan në zyrën ovale të mërkurën në mbrëmje, teksa shefi i shtëpisë së bardhë po e kaliste firmën e tij. I pari shtetit fajsoi demokratët për situatën e krijuar. Dua t'i them popullit amerikan se nuk duhet ta harrojnë këtë. Kur të arrimte zgjedhjet e mesit të mandatit dhe gjërat të tjera, mos harroni se çfarë i kanë bërë demokratët vendit tonë. Trump i falenderoi 8 demokratët që u bashkuan me republikanët për të miratuar masën dhe kritikoi pjesën tjetër. Për fat të keq, shumica dërmuese e demokratëve të Kongresit ishin të lumtur që miliona amerikanë të vuanin dhe ata me të vërtet vuajtën. Marrëveshja zgjat financimin deri më 30 janar, duke e lënë qeverinë federale në një rrugë që shton rreth 1.8 trilion dollar në vit në borxhin e saj prej 38 trilion dollarësh.